Ka thonë Muhamedi alayhi salam ditën e gjykimit, ka më thonë Allahu azza wa jall, "Aina al-muttahabbun bi jalalihi", ku janë ata që janë dasht për hir xhelalit tim, thot Allahu azza wa jall, për hir të Allahut azza wa jall. E ka dasht vetëm se e ka ditë që ky e don Allahun, por bashkë me mrikënësinë e Allahut janë dasht mes veti. Ku janë ata, thot Allahu azza wa jall, ti futin në hijen time atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes time. Këto është e qartë musliman që është fjala për hijen e arshit Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë thirr Allahu azza wa jalla dhe thirr ku janë ata që janë dasht për hir të Allahut. E ke dasht vetëm se e ke di që falet. E ke dasht vetëm se e ke di që jep sadakan. Është musliman i mirë. Lexon për librin e Allahut azza wa jalla. E ke dasht. Ti e ke dasht burrin tan për shkak se e ke pa që është pe aty në që i përmbahet fesë. Është musliman i mirë, falet, e ban haxhin, ka mjekër. E ke dasht mjekrën vetëm se është për hir të Allahut azza wa jall. Ti si burr e ke dasht gruan tane, e ke dasht vetëm për shkak se ka shamin, është muslimane. Për hir të Allahut azza wa jall. Po mënona me të kallzu çka është për hir të Allahut. Kur ti e don plus vetëm se është muslimane. Kjo është për hir të Allahut azza wa jall. Këta i thirr Allahu azza wa jall ditën e gjykimit. Ku janë? Ti futen në hijen e arshit tim, a ditë kur nuk ka hije tjetër përveç kësajna. Elusum Allahun azza wa jall më na bëj prej tyne.